Zemra nuk është vetëm një organ, por motori i jetës sonë. E sot në podcastin Shëndetin Rëndpare, mbështetur nga United Hospital, kam të ftuar doktoresh Fjolla Zhupi-Bakia, specialiste e mjekësisë interne dhe kardiologjisë. Në këtë episod do të flasim për shëndetin e zemrës, rëndësinë e parandalimit, stilin e jetesës së shëndetshme dhe rolin e diagnostikimit të hershëm në sëmundjet kardiovaskulare. Doktoresha Zhupi-Bakia do të ndajë me ne përvojën e saj profesioniste, këshilla praktike dhe informacione të vlefshme që secili prej nesh mund t'i zbatojë në jetën e përditshme. Mirë se erdhe, doktoresh, në podcastin tonë Shëndetin Rëndpar. Kam shumë kënaqësi që të kem përballë sot, duke ditur edhe profesionalizmin tuaj, praktikën në këtë fushë që e ushtroni në klinik në vendin tonë. Pavarësisht asaj shtetërore private, e rëndësishme është që jeni në dispozicion të qytetarëve dhe jeni aty ku duhet. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi të bisedojmë për një temë kaq të rëndësishme siç është shëndeti i zemrës. Doktoresh, apo së muret zemra jonë më herët se zakonisht, edhe çfarë po bëjmë ne sot si qytetar gabim në rutinën tonë të përditshme, në jetën tonë? Është vërtet që tani sëmundjet e zemrës nuk janë më vetëm sëmundje të moshave të shtyra. Tani shohim infarkte edhe në moshën 30-40 vjeçare, të cilat nuk kanë qenë të zakonshme në kohët e mëparshme. Kjo nuk është se ka ndru diçka në gjenetikën humane për një herë, por është sepse stili jetesës son po e nxiton faktikisht sëmundjet e hershme të zemrës. Ajo që ka shumë rëndësi është jeta sedentare që i thojmë ne në mjekësi, apo jeta pasive me pak aktivitet fizik dhe me pak lëvizje. Tani edhe konsumimi i ushqimeve të pashëndetshme, të procesuara, me shumë krip, langjeve me shumë sheqer, apo edhe i yndyrnave të dëmshme. Duhet cekët edhe konsumimi i alkoolit, abuzimi me alkool, konsumimi i duhanit, edhe e rëndësishme është po ashtu edhe konsumimi i drogave rekreacionale, të cilat ndodhin në moshat e hershme dhe tani i ekspozojnë edhe këtë kategori të qytetarëve ndaj sëmundjeve të zemrës. Këto janë faktorë rreziku, të cilët e rrisin gjasën e një personi të ketë shtypje të lartë gjaku, të ketë diabet, mbi peshë, dhe të cilat po janë faktorë major rreziku për të zhvilluar infarkt apo sëmundje tjera kardiovaskulare. Kështu që nuk është se moshat e hershme tani po përjashtohen nga mundësia që të kenë. Është edhe ajo se kur jemi të rinj ikim edhe kontrollave parandaluese tek mjeku, kur jemi të ri mendojmë se nuk kemi gjasë të na ndodhë diçka lidhur me zemrën dhe i neglizhojmë disa zakone që të përditshme siç janë, domethënë mos aktiviteti fizik edhe këto që i përmenda. Thjesht është ka ndryshuar stili jetës, po ashtu edhe stresi kronik, punat, oraret e gjata të punës, puna me presion, këto janë domethënë që ekspozojnë personat që jetojnë tani në stres kronik, se sa më përpara që ka qenë, edhe kjo po ashtu është si një faktor shumë i rëndësishëm që kontribon në zhvillimin e sëmundjeve kardiovaskulare në moshë më të hershme se sa përpara. Doktoresh, kur thatë që gjeneratat e reja, domethënë nuk është janë më pak të rrezikuara ose fare të rrezikuara, duke i thënë dhe faktorët kryesor, a do thotë kjo që nuk ka informim ose edukim të mjaftueshëm që edhe rinia sot t'i bëj këto kontrolle, ose do duhet që dikush atyre t'ja vë një alarm që edhe ju duhet t'i bëni kontrollet e zemrës? Sigurisht, sepse të rëndësishme janë edhe kontrollet kur një person dihet mirë. Sidomos një person nëse ka mbi peshë ose ka histori familjare për vdekje kardiovaskulare apo vdekje të hershme të papritur të zemrës, është shumë e rëndësishme që
të bëj një vizitë preventive, një vizitë të thjeshtë te mjeku, ku përfshihet matja e tensionit të gjakut, pa ashtu realizimi i analizave laboratorike ku përfshihet kolesteroli, sheqeri në gjak, një EKG thjesht do t'na jepte shumë informacione në fakt. Që Nuk këto është zakonisht se nuk bëhen, këto analiza nuk bëhen praktike jona e përditshmërisë në atë kuptimin që të shkojmë ta bëjmë pa udhëzimin e doktorit, pa e pas një simptom. Por cilat simptoma ne nuk duhet që t'i injorojmë, por që mund ta parandalojmë një infarkt? Infarkti paraqitet më së shpeshti me simptomën tipike që është dhimbje shtrënguese e gjoksit. Por jo gjithmonë. Kur themi dhimbje shtrënguese e gjoksit, pjesën e mesit apo në anën e zemrës? Dhimbja tipike e gjoksit është një dhimbje që zakonisht është në mesin e gjoksit. Ajo mund të përhapet edhe në krahun e majt, në nofullën e poshtme, në shuplakën e majt, apo në shpinë, në shpatulla. Është dhimbje karakterit shtrëngues që përkeçësohet në aktivitet fizik dhe lehtësohet nëse pushojmë. Qëndrojmë, Nëse pushojmë, apo mund të ndodhe në qetësi, në rastet e smundjeve më të avancuara të arterieve koronare. Këto janë disa nga simptoma tipike që shfaq infarkti miokardit, po jo gjithmonë infarkti miokardit paraqitet me simptom tipike të dhimbjes së gjoksit, sidomos te femrat edhe te personat me diabet. Ata i kanë më shumë prirje që të kenë edhe shfaqje jo tipike të infarktit të miokardit, të cilat janë një lodhje ekstreme e theksuar, mund të paraqitet si djerës të ftohta, si vështirësi frymarrje, marramendje, thjesht një ndjesi që diçka nuk shkon. Edhe këshilla do të ishte që nëse këto simptoma të reja, qoftë lodhje shumë e theksuar, vështirësi frymarrje apo djersitje që nuk ka një shpjegim nga po vjen, duhet të paraqiten te mjeku. Normalisht edhe dhimbja e gjoksit ka 10 shkaktarë të dhimbjes së gjoksit. Normalisht ne gjithë i frikohemi zemrës për shkak që është më akute. Por nganjëherë ja lemi dhe ftohjes. E përzim dhe me ftohje. Kështu që për të diferencuar se nga vjen, nëse një simptom e tillë persiston, është mirë që të kërkojmë ndihmën e mjekut dhe të bëjmë një vizitë në mënyrë që diagnostikojmë herët një smundje kaq serioze siç është infarkti miokardit. Po nëse flasim për vizita rutinë te një kardiolog, si rekomandohet? Apo duhet patjetër me simptom dhe me udhëzim të mjekut familjar? Me simptom gjithsesi është, edhe këtu mjeku familjar ka rol shumë të rëndësishëm, sepse aty është kontakti i parë faktikisht i mjekut me pacientin, dhe janë ata mjek të cilët e diferencojnë se a ka ai pacient nevojë të vazhdoj tutje me ekzaminime tjera, apo është thjesht një dhimbje që nuk po duket e rrezikshme. Sa i përket atyre personave të cilët nuk thjesht ndjehen mirë, se sa shpesh duhet të bëjmë vizita parandaluese, kjo varet nga mosha, nga faktorët e rrezikut që ka ai pacient, nga edhe normalisht simptoma ajo vetëm e biseduam. Nëse është në moshën, tek mosha 20-40 vjeçare, rekomandohet ndoshta një herë në 3 apo 5 vite një vizitë parandaluese, një kontroll thjesht rutinore. Nëse pacienti është mbi moshën 40-65 vjet, apo ka faktor rreziku t'i ceki dhe njerë që janë hipertensioni, diabeti, çrregullimet me yndyrna në gjak, historia familjare për sëmundje gjenetika ka shumë rëndësi, pirja e duhanit mbi pesha. Nëse një pacient ka këto njërin apo më shumë nga këto faktor rreziku, apo është i moshës mbi 40 vjeçare, rekomandohet kontroll parandaluese çdo 1 apo 2 vite, ndërsa pas moshës 65 vjeçare
çdo 6 muaj apo 12 muaj, po varet. Domethënë edhe rekomandohet mbi moshën rekomandohet, 65 po. vjeçare që të kemi rregullisht kontrolle O, rutinë çdo kontrolla 6 muaj, rutine. po. Duke ditur dhe moshën, sigurisht që nuk është dhe rekomandim jo i duhur. Doktoresh, po a mund të jesh në formë, thonjza, po flasim, domethënë, dhe sërish të kesh rrezik serioz për zemrën. Domethënë ti ndihesh mirë, gjithçka është në rregull, mirë po brenda punohet ndryshe. Sigurisht që po. Të jesh në formë, të jesh me peshë normale, të mirësh me aktivitet fizik, janë studimet që janë bërë, studimet shumëta që kanë vërtetuar që ulin paraqitjen e sëmundjeve kardiovaskulare, e ulin incidencën e sulmit në zemër, sulmit në tru, hospitalizimeve për shkak të problemeve të zemrës. Mundë me pi dhe pak ujë, doktoresh, e pim bashkë. Kështu që ato janë shumë të rëndësishme, por pesha e duhur është vetëm një faktor. Thjesht mund të jetë një person me peshë normale, po që pin duhan, apo një person me që ndihet mirë, po ka yndyra të larta në gjak. Edhe nuk është i vetëdijshëm pra Edhe pjesë. nuk është i vetëdijshëm, patjetër. Kjo nuk e ul rëndësinë e asaj e të qenurit në formë dhe në peshë të mirë, sepse mbi pesha ka efekte direkte në shëndetin e zemrës, por nuk do të thotë nëse jeni në peshë të mirë, nuk rrezikoni, sidomos nëse keni faktor tjerë të rreziku, sidomos pirja e duhanit, tensioni i lartë i gjakut, apo yndyra të larta në gjak. Mund të jetë person edhe që është vegetarian, që ka stil shumë të shëndetshëm të ushqyerit, po të ketë hiperlipidemi gjenetike familjare. Kështu që nuk përjashtohen edhe ata persona, edhe këta faktorë rreziku, vlerësimi i faktorëve rrezikut zakonisht bëhet në këto kontrolla preventive te kardiologu. Fatkeqësisht, doktoresh, kohëve të fundit kemi raste të shumta ku njerëz të rinj të moshës 20 deri në 40 vjeç dëgjojmë që nuk jetojnë më, sepse kanë pësuar një infarkt në zemër, qoftë në gjumë, apo qoftë në shtëpi, në rrugë, apo ku e di. Do të thotë, është ky mesazhi që pavarësisht gjithave, edhe nëse ti mendon që je mirë, kontrollat rutinë duhet patjetër t'i bëjmë. Qofshin ato të analizave thjeshta, deri tek ato më të ndërlikuarat, por edhe ato tjerat laboratorike që ju i rekomandoni si kardiologe apo një radiolog që domethënë i kryen në klinikën e tij ose saj. Është e vërtetë, vdekja e papritur kardiake mund të ndodhë nga infarkti i miokardit, është shkaktari kryesor, po janë edhe çrregullime tjera, janë sindromat lindura të trashëguara të çrregullimeve të ritmit, janë sëmundje të muskulit të zemrës, të cilat nuk janë infarkt, por që japin vdekje të papritur tek moshat e reja. Kështu që persona që kanë histori familjare, në familjen e tyre persona që kanë pasur vdekje të papritur kardiake në moshë të hershme, në gjumë apo në moshë të hershme, patjetër se duhet të bëhet një screening familjar që të identifikohen sëmundjet të cilat mund t'i parandalojmë, qoftë ato të diagnostikimi i çrregullimeve të lindura të ritmit, të cilat mund të bëhen me një EKG. Në raste tjera ne rekomandojmë edhe incizime afatgjata të ritmit me holter EKG 24 orë, 48 orë. Qoftë identifikimi i personave me hiperlipidemi familjare, në të cilat raste ndodh infarkti miokardit në mosha të reja. Me ekokardiografi, po ashtu apo ultrazani i zemrës, identifikojmë edhe persona të cilat mund të kenë probleme me muskulin e zemrës, qoftë me fuqinë e muskulit të zemrës apo çrregullime tjera të lindura të muskulit të zemrës. Domethënë, jo secila vdekje e papritur kardiake është infarkti i miokardit, ajo është shkaktari
kryesor, te moshat e reja mund të jenë edhe anomali të lindura të arterëve koronare, por ato identifikohen në vizita te mjeku, Edhe vizita te nuk janë, kardiologu. dhe nuk janë vizita që zgjasin, janë vizita të shkurtra fatmirësisht që mund të shpëtoni jetë. Sigurisht janë me teste jo invazive, një vizitë, një matje e tensionit Që nuk dhëmb. që nuk dhëmb, analiza e kolesterolit në gjak, e sheqerit në gjak. Ne zakonisht masim edhe indeksin e masës trupore për me i kategorizu pacientat sipas riskut kardiovaskular. EKG-ja ka shumë rëndësi, dhe në raste të caktuara nëse shohim që një pacient ka nevojë ultrazani i zemrës apo analiza tjera. Këto gjitha janë stres testi apo Holteri, të cilat janë teste jo invazive të parezikshme, pa rrezatim, dhe na japin shumë informacione për shëndetin e zemrës një pacienti. Kur jemi tek stresi, sa e rrezikshëm është stresi për trupin ton, për zemrën ton? Stresi ka rol shumë të madh në shëndetin e zemrës. Tani, domethënë, punët me orare gjata, ngarkesa, presioni, dinamika e jetës që ka ndryshuar viteve të fundit, thellësisht, jep stres kronik, dhe ky stres kronik e mban si të themi me një alarm trupin ton, në gjendje alarmi. Kur trupi jon i ekspozohet stresit ose gjumit jo kualitativ, dhe këto duhet ta përmendim, ata persona kanë pritje më të madhe të kenë tension më të lartë të gjakut, po ashtu stresi ka lidhshmëri të ngushtë edhe me zakone të ushqyerit të pashëndetshëm. Pastaj me mos aktivitet fizik, do të thotë thjesht stresi shkon si nxitës edhe i faktorëve tjerë të rrezikut për sëmundje të zemrës. Kështu që menaxhimi i stresit, gjumi kualitativ kanë shumë rëndësi për të mbajtur një tension e gjakut në vlera optimale, të rrahurat e zemrës në vlerat optimale, sepse nëse ne i ekspozohemi në afat të gjatë, atëherë patjetër që e rrisim gjasën për të pasur probleme me zemrën. Faktikisht më kujtua pjesa e gjumit, sidomos tek rinia, tek të rinj që rrinë zgjuar vonë, duke mos i lënë as lojrat online, telefonin, videolorat po se po, domethënë që po dëgjojmë raste ndryshme që rrinë vonë natën për ta kryer një lojë sepse ajo të stimulon gjatë gjithë kohës, por edhe jemi popull që e fli, më doktoresh, kemi dëshirë t'i bëjmë të ndejat natën, të shkojmë diku, ta bëjmë një vizitë, ose ndoshta edhe nga koha që nuk kemi gjatë ditëve të punës, mundohemi orën 8 deri 9-10 ta shfrytëzojmë për të takuar ndonjë mik, familjar, edhe ndeja zgjat. Domethënë dhe këto duhet ta rrudhim pak këtë pjesën që t'i kushtojmë më shumë rëndësi vetes. Të shikojmë anën e bukur të jetës, që nëse ne ndihemi mirë, edhe shoqëria është mirë, e kemi një shoqëri të shëndetshme, pse mos i shfrytëzojmë vikendet për ndonjë ndaj më të gjatë, por ta marrim gjumin ora 8 ose 9, që zakonisht edhe e rekomandoni, nëse s'gaboj. Sigurisht, sepse ne po flasim për efektin afatgjat, jo për ndonjë përjashtim të rrallë që mund të ndodhë, ne po flasim për persona që këtë e kanë bërë zakon apo thjesht e neglizhojnë rëndësinë e gjumit. Kështu që afatgjat ka rëndësi shumë që të mbajmë atë balancën hormonale, metabolike, që dhe thjesht është një faktor shumë i rëndësishëm për mbajtjen e shëndetit tonë. Një doktor që kam pas në podcast ma dha një këshill shumë të mirë gjatë këtij podcasti dhe tha, është vonë nëse mendojmë që në moshën 50 vjeçare t'i ndalojmë simptomat që veç se janë shfaqur, sepse ne ato i kemi ushqyer qysh nga mosha 5-6 vjeçe, pa djenin ton, sepse na është dhënë, na është ofruar një stil jetës i tillë, si për nga ushqimi, po ashtu edhe nga orari i gjumit. Domethënë nuk i përgjithsoj, por në disa raste, shumica e atyre rasteve po. Domethënë se jetojmë në Kosovë dhe e dim se si funksionon jeta. Pra është shumë mirë që edhe prindrit t'i kushtojnë shumë rëndësi
stilit të jetesës së fëmijëve të tyre sa i përket ushqimit dhe gjumit. Sigurisht, shëndetin që kemi sot është ajo se çfarë kemi mbjellur nga mosha e fëmijërisë, se çka na është ofruar, se çfarë ushqime kemi përdorur, se çfarë stil jetesës ka qenë model. Kështu që programet preventive edhe nivel shtetëror kanë rëndësi edhe në shkolla dhe thjesht rëndësia aktivitetit fizik, ushqimet që ofrohen nëpër shkolla, këto si dhe edukimi brenda familjes lidhur me atë se çfarë po ham dhe me çfarë po i ekspozojmë fëmijët tonë. Kështu që ajo se çfarë ateroskleroza fillon që në moshë të hershme, domethënë problemet thjesht procesi i aterosklerozës, se sa herë do të shfaqen problemet, ajo varet se sa i kemi menaxhuar ato faktorë rreziku që ne mundemi, sepse kemi edhe faktorë rreziku që nuk mund t'i kontrollojmë, ne nuk mund ta kontrollojmë moshën, që kalon kohën, që kalon, Sigurisht. nuk mund ta kontrollojmë gjenetikën, por stilin e jetesës mund ta kontrollojmë. Kështu që edukimi që në moshën e hershme lidhur me rëndësinë se ato çka ham dhe rëndësinë e aktivitetit fizik, gjumit, ka shumë rëndësi, sepse aty marrim shprehit. Cili zakon i përditshëm po e dëmton zemrën më shumë se sa ne e mendojmë? Domethënë, a kemi ndonjë specifik apo thon më mirë cilat janë shenja që zemra po na paralajmëron dhe ne absolutisht nuk duhet ta injorojmë këtë pjesë? E tha më herët, po një specifik të veçantë që apsesi nuk duhet i ikim kësaj pjesa. Mendoj që shumica e popullatës së rritur veç e din rëndësinë, vetëm e din që duhani problemet që sjell duhani, për shembull. Edhe pse në pakot e duhanit janë figuron më shumë lidhshmëria e duhanit me kanceret, nuk figuron lidhshmëria e duhanit me sulmin në zemër apo sulmin në tru, që është faktor major i rrezikut për këto sëmundje. Po më shumë se shumica e popullatës veç e din që tensioni i lartë apo duhani ndikon në këtë në sëmundjet e zemrës, por çka neglizhojmë më shumë ndoshta është stili jetesës. Më shumë i neglizhojmë ushqimet që thjesht nuk i kushtojmë vëmendje të duhur. Domethënë ushqimi i shpejt, ushqimin e procesuar, pijet me sheqer, pijet diçka që është shumë e shpeshtë edhe në vendin tonë janë pijet energjike. Kjo është një nga neglizhenca që ne e bëjmë më shumëti edhe në përditshmëri. Pastaj mos aktiviteti fizik, koha e gjatë në ekran, kisha thënë edhe çka neglizhojmë është edhe gjumi, edhe kjo është diçka që neglizhojmë shumë, po ashtu e neglizhojmë kontrollat preventive, nga fakti se aty jemi të ri edhe nuk pritet që të kemi diçka, ndonjë problem. Edhe këto janë disa nga ato që neglizhojmë, se nëse diçka është problem me zemrën tonë, një nga shenjat që mund të jenë paralajmëruese, përpos dhimbjes gjoksit, domethënë vështirësia në frymëmarrje, lodhja e theksuar, ajtja e këmbëve, pastaj duarve pyetje me vend. Zakonisht ajtja e duarve shkon, nëse është prej zemrës, shkon pasi të ketë ndodhur ajtja e këmbëve, është shenjë pak më e vonshme. Pastaj janë çrregullimet e ritmit të zemrës, humbja e dijes, këto janë disa nga shqetësimet që na ndoshta i atribuojnë stresit të përditshëm, lodhjes, po mund t'jenë, to nuk janë shenja specifike, mund të ndodhin edhe me sëmundje tjera, apo mund t'jenë thjesht prej lodhjes, po ato i identifikojmë dhe sigurohemi nëse bëjmë një vizitë tek mjeku. Kur themi gjenetike, a do të thotë që i kap të dy prindrit, edhe nanën edhe babën, domethënë nga dy anë, apo nga babai? Kur themi gjenetike, cila pjesë? Kur themi gjenetike, faktikisht termi gjenetik është më i gjerë sa termi i trashëguar.
Sëmundjet e trashëguara nga prindërit, gjyshërit, janë gjenetike, po jo gjithçka gjenetike është e trashëguar. Këtë shumë herë e Hajde hasim ta si sqarojmë. ta sqarojmë sepse shumë pacienta pyesin. Sëmundjet gjenetike mund të jetë edhe diçka që thjesht gjatë në jetën embrionale në trupin e nanës tonë, kur gjatë jetës Shtatë embrionale gjanis, ka ndodhur një mutacion në materialin tonë gjenetik, ndoshta që nuk e kam pasur një sëmundje që nuk e kam pas prind tonë, po është me bazë gjenetike. Thjesht është problem i gjeneve, por nuk në këtë rast nuk e kemi trashëguar. Do të thotë që ka një dallim, se termi gjenetik është dallim i madh. Termini gjenetik është më i gjerë se sa ajo trashëgues. Do të thotë nëse e trashëgojmë diçka nga prindërit, qoftë nga nana, to mund të jetë edhe nga linja e nanës apo e babës, ato sigurisht se janë gjenetike sepse këtë materialin gjenetik e bartim ne. Por mund të ndodhin edhe mutacione të reja, domethënë në jetën embrionale, edhe të cilat janë gjenetike, por nuk janë trashëguese. Domethënë një sqarim shumë i mirë që sinqerisht dhe personalisht e kam menduar që pjesa e trashëgimit është në gjen, edhe kjo trashëgohet. Mirë po që ka një sqarim shumë i mirë, edhe një dallim shumë i madh. Po mirë, a mund të ndodhë infrakti pa dhimbje të forta në gjoks? Mund të ndodh, edhe këta persona që e përjetojnë infarktin pa dhimbje të forta janë ata që vinë në kohë, humbin më shumë kohë, kanë predispozitë të kenë edhe komplikime më shumë nga infarkti i miokardit, sepse koha që paraqitet te mjeku është më vonë sa ata që kanë dhimbje tipike të zemrës. Personat me diabet për shkak të dëmtimit të fijeve nervore që përçojnë dhimbjen për shkak të diabetit, mund të mos e përjetojnë atë dhimbjen që e sjell infarkti. Mirë po e kalojnë. Mund ta kalojnë, zakonisht pacientat na vinë mas 3-4 ditësh apo mas një jave pasi që ka ndodhur infarkti, po zemra ka humb funksionin për shkak të infarktit, edhe ka fillu vështirësia në frymëmarrje apo një rënje e tensionit për shkak se ka rënë funksioni i zemrës. Po ashtu mund të vinë këta persona mund të paraqiten zakonisht më vonë për shkak të çrregullimeve të ritmit të zemrës apo mund të kenë vdekje të papritur në shtëpi për shkak të çrregullimit të ritmit që vjen si pasojë infarktit, të cilin veç nuk e kanë diagnostikuar sepse nuk kanë pas dhimbje. Kështu që është një kategori e njerëzve që nuk kanë dhimbje gjoksi. Po ashtu është edhe femrat kanë më shumë prirje, normalisht që shumica pacientëve paraqiten me dhimbje tipike, po nga ata që paraqiten me dhimbje atipike ose me simptoma jo tipike, vetëm gjerësintje apo lodhje janë femrat më shumë. Edhe janë bërë studime të shumta në këtë fushë dhe është parë që këta persona po ashtu marrin më pak, domethënë i vonohet trajtimi, është vdekshmëria më e madhe se sa ata që paraqiten kanë simptoma dhe paraqiten më herët tek mjeku. Edhe kjo domethënë shumë e rëndësishme për ta ditur, sidomos gratë. Që duhet të paraqiten tek doktori nëse i kanë këto simptoma. Se çka pse ndodh kjo te gratë nuk është e sqaruar plotësisht, po janë disa mekanizma. Është mirë të parandalohet. Është mirë që të parandalohet. Gjithsesi, por për atë arsye këto simptoma, thjesht ndjenja e diçka që nuk shkon, që nuk është në rregull apo një lodhje që perziston, duhet të paraqitet te mjeku. Qoftë te mjeku familjar, te kardiologu që të identifikohen me kohë. Po, cilat janë 3 zakonet më të dëmshme për zemrën dhe 3 më mbrojtësit? Domethënë, të flasim 1 për që janë të dëmshme, që ne i përdorim rutinën tonë për diçka që e tham dhe më lart. Hajde shkojmë tek 3 më mbrojtësit. Si ta ruajmë zemrën? Masi po flasim për zakone, sepse faktorët të rrezikut zemrës na i përmendëm, major, domethënë që janë
edhe një herë sepse duhet t'i sqarojmë faktorët rrezikut major janë hipertensioni, diabeti, duhani, mbi pesha, gjenetika, edhe yndyrnat e larta në gjak. Ndërsa zakonet që ne tri zakonet nëse duhet i përmbledhim janë ato zakonet që thjesht i nxisin këto faktorë rreziku të cilët pastaj shkaktojnë sëmundjet e zemrës. Unë kisha thënë thjesht mos aktiviteti fizik është një zakon, mos aktiviteti fizik, jeta sedentare, ushqimi i pashëndetshëm edhe duhani. Këto i kisha cek si zakone të cilat janë trimat. Sa i përket ushqimeve të pashëndetshme është mirë të ndalim se cilat janë ato ushqimet me yndyrna të dëmshme, yndyrnat me bazë shtazore, të procesuara me shumë krip, pijet me sheqer. Këto janë domethënë ato të ushqimet më të dëmshme të cilat i ekspozohemi dhe mund të na sjellin me probleme. Ndërsa më të thjesht të kundërtat e tyre janë më zakonet më të që e mbrojnë zemrën, aktiviteti fizik, thjesht menaxhimi i stresit kisha thënë, menaxhimi i stresit dhe gjumi kualitativ, edhe ushqimet e shëndetshme, ushqimet me bazë bimore, me vaj ulliri. Ne e rekomandojmë, më shumë janë bërë studimet, ne i thojmë dieta mediterane, duke u bazuar në disa vende në dietën e vendeve të mesdheut si Spanja, Italia. Edhe është pa që kjo është dieta më e përshtatshme. Faktikisht vendet e Ballkanit akoma janë akoma kategorizohen si vende me risk të lartë për sëmundje kardiovaskulare. Edhe kjo është diçka shumë e rëndësishme sepse edhe gjeografia ka rëndësi. Kështu që edhe Shoqata Evropiane e Kardiologjisë ka kategorizu vendet evropiane në 4 kategori faktikisht të rrezikut për sëmundje kardiovaskulare. Por shtetet e Ballkanit bëjnë pjesë në vende me rrezik shumë të lartë për sëmundje kardiovaskulare. Po mirë, ne i përmendëm domethënë sa është i rëndësishëm aktiviteti fizik për njeriu që ta mbrojë zemrën, por cilat rekomandohen që të t'japim dhe një opinion më të gjerë publikut? Ecja? Zakoni, ne rekomandojmë aktivitetin e moderuar fizik, çka nuk kupton apo në çfarë lloj sportesh, aty përfshihet ecja shpejt, biciklizmi, përfshihet vallëzimi, yoga, këto janë sport, edhe noti gjithashtu. Këto janë domethënë aktivitetet fizik, konsiderohen aktivitet fizik i moderuar. Ne rekomandojmë 150 minuta të shpërndarë në 3-5 ditë të aktivitetit të moderuar fizik për pacientët tonë, 150 minuta në javë. Kështu që sepse është parë që kjo është një minimum i aktivitetit fizik i cili ka lidhshmëri me sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë nga sëmundjet e zemrës. Kështu që kjo është një këshill që unë bëj pacientave të mi çdo ditë. Kjo vlen për të gjithë, jo vetëm ata që janë të sëmurë prej zemrës, po për të gjithë ne si masë parandaluese. Do thotë 150 minuta aktivitet i moderuar fizik në javë, qoftë ecje shpejt, qoftë yoga, vallëzim, noti, biciklizmi këto. Po ashtu edhe aktiviteti më i sforcuar me më pak minuta, nëse pacientët bëjnë aktivitet më të sforcuar fizik, atëherë rekomandimi është edhe me më pak minuta. Po, sigurisht edhe me ndonjë trajner mbi krye, një profesionist që do t'i rekomandonte se si t'i bëjnë dhe ushtrimet, sepse ka dhe ushtrime të dëmshme për trupin dhe organizmin tonë që ndoshta nuk rekomandohet për persona të caktuar që kanë probleme të ndryshme me organizmin.
Po sigurisht në pacientat që kanë pësuar infarkt e miokardit, apo pacientat të cilët kanë smundje të muskulit të zemrës, apo remodelim të zemrës, janë pacientat të cilët së pari duhet të marrin këshillat mjekësore, dhe pastaj me rekomandim të mjekut të vazhdojnë me aktivitetet fizike. E përmendet më herët ushqimin e shtazëve, ushqimin e kuq që i themi ne. Pse nuk rekomandohet, domethënë çfarë i bën zemrës ky ushqim? Ose kripa në këtë rast, edhe kripa, njëra ndër shkaktarët. Po, kripa është sasia e kripës që konsumohet brenda 24 orëve, është determinuese dhe i tensionit të gjakut të pacientit. Domethënë, sasia e madhe e kripës lidhet edhe me mbajtjen e më shumë ujit në organizëm, edhe me rritje të tensionit arterial. Tensionit të gjakut që ne e mbajmë, edhe tensioni i gjakut i lartë, duke ditur që është faktor major për infarkt të miokardit, atëherë konsumimi i lartë i kripës e rrezikon një pacient për infarkt të miokardit. Ushqimet me bazë shtazore, sidomos yndyrnat me bazë shtazore janë parë që e akselerojnë, domethënë e rrisin kolesterolin e keq apo LDL kolesterolin që ne e shohim te pacientat, e kërkojmë te pacientat, e rritin kolesterolin e keq, është ky kolesteroli i keq që i dëmton enët e gjakut dhe shkakton mbylljen e enëve gjakut, duke shkaktuar sulm në zemër apo sulm në tru. Edhe për këtë janë bërë shumë studime, edhe janë parë që dhe rekomandimet tani janë që yndyrna të përdoret vaj i ullirit, do të thotë vaj me bazë bimore, kështu që për këtë arsye rekomandimet për shëndet të mirë kardiovaskular është që mishi i kuq të mos kalojë më shumë se 2 porcione në javë. Domethënë këto janë maksimumi që ne rekomandojmë te pacientë. Domethënë mishi i kuq jo më shumë se 2 porcione në javë për konsumimin e mishit të kuq, ndërsa mishi si në kontrast me këtë, mishi i peshkut rekomandohet 1 herë apo 2 herë në javë për shkak të yndyrnave të mira që i përmban. Kështu që rekomandimet janë drejt ushqimeve me bazë bimore, fruta, perime të freskëta, 1 racion, 2 racione në ditë, pastaj qumshti i djathtë dhe kosit të jenë me më pak yndyrë. Rekomandimet janë për përdorimin e mishit të peshkut 1 herë apo 2 herë në javë për shkak të yndyrnave të mira që përmban omega 3 dhe ndikon në uljen e kolesterolit të keq. Kështu që edhe vaji i ullirit, domethënë ndërsa sa i përket konsumimit të kripës, nuk duhet të kalojë më shumë se 4 gram, që është paravorësisht një lugë e mesme që ne e përdorim krip, është shumë vështirë të kontrollohet në atë mënyrë. Kjo është domethënë ka njerëz që nuk e duan ushqimin pa shumë krip. Po ashtu pastaj janë edhe ushqime që e kanë kripën e vet, domethënë ushqimet e procesuara vijnë me kripën e vet, kështu që nuk është gjithmonë kripa që marrim, ajo kripa që ne e shtojmë në gjell, po kur konsumojmë ushqime të procesuara, ato përmbajnë shumë krip, edhe këtë duhet ta kemi parasysh. Thjesht kripa, mishi do të thotë mishi i kuq, këto thjesht i eliminojmë shumicën e kohës që ne i përdorim gjatë javës. Për shkak të rritjes së kolesterolit, tensionit, të cilat pastaj ndikojnë në shëndetin e zemrës. E tham dhe më herët që personat me peshë kanë riskun më të madh që të kenë probleme zemrën, po pse ndodh kjo, doktoresh? Sigurisht sepse personat me mbi peshë janë disa faktikisht më parë është menduar që efekti i mbi peshës dhe obezitetit ka qenë për shkak se ata pacient kanë tension më të lartë, kanë diabet apo prediabet, kanë yndyrna më të larta në gjak, dhe për shkak të se një person me mbi peshë ka më shumë faktor rreziku
për këtë arsye janë më të rrezikuar për infarkt të miokardit. Por studimet më të reja kanë treguar mbi obezitetin, ka treguar që obeziteti ka efekt direkt në shëndetin e zemrës, për shkak se një person obez do të thotë ka më shumë për shkak të inflamacionit, për shkak të çrregullimeve tjera metabolike, çrregullimet në funksionin e qelizave, të cilat çrregullime në nivel molekular qelizor kanë treguar efektin direkt të obezitetit, jo vetëm se ata persona kanë tension të lartë apo yndyrna të larta në gjak. Ne shohim pacient do të thotë që janë me mbi peshë, po kanë tension në rregull, nuk kanë probleme me yndyrna, nuk kanë diabet. Përpara është e menduar që këta persona janë të mbrojtur nga sëmundjet e zemrës, sepse nuk është që kanë faktor tjerë rreziku, por efekti obezitetit për shkak të inflamacionit, për shkak të çrregullimeve qelizore, metabolike, është parë që është direkt në shëndetin e zemrës, jo vetëm të infarktit miokardit, probleme edhe me muskulin e zemrës, edhe me probleme tjera, kështu që është shumë komplekse patogeniteti i obezitetit, po diçka është e sigurt që e rrit sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë kardiake. Fatkeqësisht. Po mirë, bazuar në informacionet që ju i keni, ku qëndron Kosova, vendi ynë, me sëmundjet e zemrës? Faktikisht Kosova konsiderohet së bashku me shtete tjera të Ballkanit, konsiderohet si vend me rrezikshmëri shumë të lartë për sëmundje kardiovaskulare. Se si është kategorizuar, këtë kategorizim e ka bërë Shoqata Evropiane e Kardiologjisë për të gjitha shtetet e Evropës, të cilat i ka kategorizuar në 4 grupe, bazuar në vdekshmërinë nga infarkti miokardit, duke u bazuar nga stili jetesës, se çfarë strategji preventive ka ai shtet, parandaluese ka ai shtet. Shtetet e Ballkanit, shtetet e Evropës lindore balltike janë në rrezikshmëri shumë të lartë, ndërsa vendet si Zvicra, Italia janë me rrezikshmëri për shembull të ulët për sëmundje kardiovaskulare. Kjo ka të bëjë thjesht, po prap tani ka dalë këtë vit edhe po ashtu edhe raporti i shoqatës e OBSH-s, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, lidhur me hipertensionin në të gjithë vendet e botës. Faktikisht Shqipëria, sepse Kosova nuk është në atë raport, Shqipëria qëndron pak më mirë se sa Serbia, Kroacia, të cilët kanë konsumim më të madh të duhanit dhe kripës dhe të yndyrnave tek banorët e vet, por në aspektin global të themi, apo duke u krahasuar, nëse krahasojmë me shtete tjera të Evropës, jemi vend me rrezikshmëri shumë të lartë. Po këtu do të thotë është për shkak të stilit të jetesës, po rëndësi kanë shumë edhe strategjitë kombëtare, politikat kombëtare për parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe shpresojmë shumë që këto politika gradualisht të rregullohen në mënyrë që t'japin qytetarëve cilësinë e duhur të jetës. Por ne kemi edhe një traditë të popullit tonë që nuk i ikim dot brumrave, mishit koq, ato pastërmat e dimrit që ne i ruajmë nëpër frizat e mdhenj, në mënyrë që ta kalojmë dimrin, sepse më përpara ka mbajtur dimër më i ftohtë se sa sot që e përjetojmë. Kështu që ajo tradita vazhdon. Por gradualisht ne kemi filluar që të vëdësojmë si popull dhe nëpër zonat urbane ka filluar të ndryshojë pak stili jetës, fatmirësisht. Fjollan, me qëllim nuk doja që të ndalesha tek fjolla zhubi që unë njoh, pasi ne jemi një gjenerat, nuk po e tregoj moshën. Të dyja jemi Mitrovica Like, dhe unë kam nderin, domethënë që sot kam përballë një shoqen timen të fëmijërisë, shkollës mesme, sigurisht që më pas rrugët janë ndarë secili në jetën e vet, dhe sot kam përballë një doktoresh. Kam shumë kënaqësi që sot pata në podcastin tim
Mirë po, Fjolla më trego se kur nuk e mora vesh. E di që mamin e ke doktoresh. E përshëndesim zonjën Luljeta. Mos ka qenë motive nga një familje doktorësh dali dhe Fjolla dhe motrat e saj. Faleminderit Eri për ftesën, është gjithmonë është shumë kënaqësi është edhe më e madhe kur përballët kam ty si shoqe. Edhe pyetja me vend. Gjithsesi kjo prindërit bëhen gjithmonë model për fëmijët e vet. Ajo ka rëndësinë e vet, për shkak se nana ka qenë doktoresh edhe shumë luftarake, ambicioze, edhe ajo mbjellet edhe tek fëmijët. Është shumë interesante se edhe por unë vetë si tip i kam pëlqyer shkencat e natyrës, po landa ime preferuar ka qenë matematika, edhe kam pas shumë profesor të shkollës mesme, të cilët kanë thënë ti je matematicien të mirë edhe këte nuk e vën dyshim asnjëri sepse jam dëshmitare. Edhe faleminderit, edhe mjeksi shkojnë ata që nuk e din mirë matematikën. Po matematika faktikisht më ka ndihmu shumë për të më dhënë bazat e mësimit logjik e tjerë. Mos ta harrojmë dhe një element që ke qenë dhe bursiste në studime, a? Po kam qenë për 4 vite bursiste në Universitet Prishtinës, Fakultetin e Mjekësisë. Kështu që gjithmonë kanë qenë edhe atë profesorët nuk më kanë paramendu mu në mjekësi, po diçka që në fushën e matematikës, të cilët i përshëndes shumë profesorët e gjimnazit. Për momentin më kujtohet Zybejde Gogol, profesoresha jonë, domethënë që unë kam një vlerësim të veçantë për të dhe përshëndesim nga ky podcast. Dhe ajo ka qenë faktikisht përveç se profesioniste e mirë dhe pedagoge shumë e mirë, edhe ajo është gjithmonë më kujtohen këshillat e saj. Ajo më thoshte ti Fjolla je edhe shumë e ndihshme në mjeksi, do të humbe ndjenjat. Kështu që edhe e maj mend këtë koment të saj. Pavarësisht unë nuk e kam paramenduar ndryshe vetën, veç se mjeke, edhe nuk kam pas një opcion dytë, sepse kam pas edhe që kam pyet çfarë nëse nuk pranosh fakultet mjekësisë, çfarë do të bësh. Unë nuk kam pas opcion dytë, sepse më ka pëlqy të mirë të jem pran njerëzve në momentet më të vështira. Janë shumë faktor, por matematika më ka ndihmu shumë edhe në mjeksi. Edhe në jetë. Edhe në jetë, matematika, pjesa logjike është matematika. Sot e ke një vajzë. Do t'jesh ti model për të në të ardhmen? Si ka parakushtet vajza në çfarë? Si e shikon vajzën tënde sot? Faktikisht me këtë dinamizëm të jetës që përshkon, tani është koha e inteligjencës artificiale, tash do të ndryshojnë edhe profesionet. Do të ndryshojnë gjithçka, është shumë vështirë, tash me këtë dinamikë, sidomos në kohën e inteligjencës artificiale, është vështirë t'japim parashikime afatgjata, sepse disa profesione edhe po rrezikohen, disa po lindin. Po disa dhe flenë këtu dhe nuk ndryshojnë. Po vajzën e kam 8 vjeçare, ka prirje edhe ajo më shumë për matematikë. Po për dallim nga unë ka prirje edhe për art, sepse unë nuk kam qenë shumë nga arti e talentune. Kështu që të shohim. Ajo mirë edhe me muzikë, edhe me vizatim, të cilat kanë qenë pika dobta për mua. Kështu që është problem në këtë kohë të shohim se çfarë na pret ardhmja. Një ardhmë e bukur, po besoj edhe për ju, edhe për vajzën, edhe për gjithë rrethin që të rrethon. Fjolla, unë të falenderoj shumë për ardhjen tënde në podcastin Shëndetin Rend Par, por ne do të takojmë sërish edhe për tema të tjera që janë në interes për publikun, duke ditur që një profesioniste si ju ka shumë për të dhënë sa i përket pjesës së informacionit, por edhe punës suaj profesionale, atje tek qendrat ku ju vetë e ushtroni zanatin e kardiologës.
Nëse ke ndonjë këshill në fund për qytetarët në lidhje me organin kryesor të trupit, zemrën. Faleminderit Eli, shumë ishte kënaqësi. Shpresoj që këto pak informata të kenë shërbyer si këshilla të mira për shikuesit. Këshilla ime përfundimtare do të jetë të lëvizim më shumë, ushqime të shëndetshme edhe të menaxhojmë stresin që ta mbrojmë zemrën me kohë. Faleminderit. Shikues të nderuar, ishte ky podcasti Shëndetin Rend Parë, mbështetur nga United Hospital, ku të ftuar kisha doktoresh Fjolla Rupi Bakia, e cila është specialiste e mjekësisë interne dhe kardiologjisë. Ne do të shihemi në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.